Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studio qendrore në Dritare Televizion. Jemi drejt për së drejt në emisionin Intervista ditës, ku ditën e sotme do të ndalemi tek një 25 vjeçar nga Indonezia dhe ai quhet Kim Anpantohir Moalana. Kim, të përshëndes dhe të falenderoj që të kam ditën e sotme këtu në intervistën e ditës. Kim, ju jeni 25 vjeç dhe prej sa kohësh jetoni në shtetin tonë këtu në Shqipëri? Unë kam jetuar këtu në Shqipëri për 3 vit e gjushëm. Erdhi këtu në 2021 për të studiuar bachelorin për gjuhën letërze angleze dhe përfundova në 2024, ktheva në Indonezi dhe mendova që doja të vazhdoja për të studiuar masterin dhe erdha prap në Shqipëri në 8 orë më parë. Si lindi ideja, Kim, për të ardhur nga Indonezia për të studiuar këtu në Shqipëri? Mund të them që mundësia për të studiuar këtu në Shqipëri më erdhi në mënyrë rastësore, sepse unë gjeta një informacion, kam pas një poster në një grupet e mia në WhatsApp dhe unë aplikova dhe u pranova dhe unë erdha këtu. Si ishin kontaktet e tua të para që erdhën këtu në Shqipëri? Kishin një mbështetje? Në fakt, në fillimisht ishte pak i çuditshme për mua, sepse njerëz flasin gjuha që unë nuk njoh, edhe fizikisht jemi shumë ndryshe, por përshtatëm avash. Sa kohë të është dashur, Kim, që të mësosh gjuhën shqipe? Të mësosh mirë ashtu sikur sa ju edhe flisni mirë edhe e kuptoni? Për kuptim është më mirë se për të folur, sepse unë në shkollë dhe çdo ditë unë përdor anglisht është për të përdorur në parë, por kurse unë do të flas me vendasit, vendosa me shqipen. Edhe në fillimisht ishte pak i vështirë për të mësuar, sepse s'kisha gjetur asgjë për si kanal YouTube apo librin për të mësuar, por unë gjeta një kanal YouTube që është shumë i mirë dhe avash mësova gramatik dhe fjalët dhe tani unë mund të flas me vendasit. A ishte e vështirë për ju, Kim, kur erdhët në Shqipëri dhe nuk e dini gjuhën shqipe? Si u përballët ju në fillim fare? Ku qëndruat ju, Kim, kur erdhët nga Indonezia këtu në Shqipëri? Në Tiranë. Dakor, në Tiranë, por pikërisht ku në Tiranë? Kishte një mbështetje që ju garantoi dikush? Universitet. Afër nga universitet është në Don Bosco. Po. Në fillimisht ishte i vështirë, sidomos për të bler diçka, për të folur me njerëzit që kudo afër nga godina ime, por një ditë unë mësova më shumë fjalët, edhe se sa kushton, përshëndetje, faleminderit, edhe mësova numër ditë nga ditë. E unë besoj që tani gjuha shqipja ime është më mirë se sa jo 3 viteve më herët. Numrat deri në cilën shifër i dini? Deri 1000. Bravo. Si arritët ju, Kim, që të ambjetoheshit me shoqërinë? Keni shoqëri këtu në Shqipëri? Po, kam shumë shokët dhe shoqja, sepse edhe kur isha në bachelor, unë gjithmonë rritja me vendasit, me shoqja ime Shqipëris. Kisha shumë kohë që luajmë bashk për volleyball, në fakt unë mësova numrit kur luani volleyball së bashku me shokët dhe shoqja.
Çfarë të bëri më shumë përshtypje kur e këtu në Tiranë Kim? Të bëri më shumë përshtypje kultura shqiptare? Kultura shqiptare është në fillimisht ishte i çuditshme për mua sepse në mënyrë për të në njerëz kur flasin ata vendosin shumë lart. Në mënyra shumë lart. Por ne në Indonezi flasim me i qetë. E kuptoj. Pra, ju doni të thoni që shqiptarët ka një tonalitet shumë të lartë kur flasin. Nuk flasin se ju në Indonezi që flisni shumë qetë. Po. Shumë qetë. Si ishte jetesa juaj këtu në Tiranë, Kim, kur erdhët student? Me kë jetuat? Kishit ndonjë familjar tuaj këtu? Jetoni me prindër aktualisht apo jetoni vetëm? Jetova vetëm me vetme. Po? Por në atë kohë kisha 6 student nga Indonezia tjera. Jetuat bashk. Por tani unë jam vetëm, sepse jam i vetmi student nga Indonezia. Tani unë jeton me studentëve ndërkombëtar në Konvikti nga universitet. A ka ndonjë fjalë ose ndonjë shprehje shqipe që juve ju ka bërë shumë përshtypje dhe ju atë shprehje e rigjeneroni sërish? Të lumë të goja edhe njëherë Zoti të rujt. Zoti të rujt, të lumë të goja. A ndjeni si në shtëpinë tuaj këtu në Tiranë, Kim? Si? Ndjeni si në shtëpinë tuaj këtu në Tiranë? Tiranë edhe Shqipëria janë si shtëpia i dytë për mua, sepse unë kam njohur shumë njerëz, edhe në fakt kam një familje shqiptar. Ata jeton afër nga konvikti ime. Dhe edhe dije në Easter në Shqip, si të thuash? Easter Day në Shqip. Yesterday, një ditë më parë. Jo, Easter, për të Pasket. Unë kisha Pasket së bashkë me familje shqiptar. Gjithashtu, Kim, unë me ju jam njohur në rrjetet sociale ku ju këndonit shumë bukur edhe këngët shqipe. Po mësoj, po përpitem. Një ndër ato këngë që keni kënduar që unë kam asur ka qenë një këngë e këngëtarit të mirënjohur shqiptar Ylli Baka. Si jeni asur ju, Kim, me këto këngë dhe si keni edhe sa kohë të është dashur që ti mësosh të këngë? Në fakt, në fillimisht unë nuk kisha ide fare për këngët shqiptar, vetëm Alban Skënderaj disa këngët, por nga kërkesat unë gjeta Ylli Baka dhe unë dëgjova shumë këngët nga ai e tij dhe më pëlqen shumë gjithë këngë, sidomos Baftiar. Unë mësova këtë këngë për 1 orë e gjysmë. 1 orë e gjysmë. Për melodin dhe për fjalët, edhe për kuptim. Dhe bëra video. Mundet të na e këndoni këtu a kapela në studion tonë, Kim? Një ndër këngët që ju preferoni? Të Ylli Bakës ose të ndonjë këngëtari tjetër? Ylli Baka është më mirë. Bukur. Mundet të... Ta gëzoj Baftiari, me raki skrapari, ta gëzoj Baftiari, së është djallë për sëmbari. Ta gëzoj Baftiari, me raki skrapari, ta gëzoj Baftiari, së është djallë për sëmbari. Baftiar, Baftiar, je super i papar, Baftiar, Baftiar, na shkoj pjeta mbar, oh Baftiar, Baftiar, je super për i papar, Baftiar, Baftiar, ta bjarë sonde zjarë. Ashtu është. Bravo, shumë bukur. Kim, por ju keni kontaktuar ndonjëherë me Ylli Bakën për këto këngët që i këndonit të tij? Unë u habita në fillimisht sepse në fakt ai
më jep video call. Unë si është, unë u habita sepse s'kam experience për të folur me një artist, këngëtar ose me njerëz të famshëm. Pra Ylli Baka do të doni ju të thoni që ka pritur shumë mirë që ju keni kënduar zhanrin e tij. Ju Kim jeni bërë shumë viral. Si e keni pritur këtë famë të menjëhershme që keni marrë nga këngët që ju keni kënduar? Në fakt për të herë parë 2 ditë pas postova, Po? unë nuk e prisja që nuk do të jetë më famshëm, i famshëm këtë pas postova videot, por pas lexova disa komente, ata më thanë që jam i mirë në këndimin dhe në kërcim dhe në popularitet. Gjithashtu Regje po na ndihmon në këto momente Kim që ju edhe e kërcini shumë bukur këngët popullore shqipe. Kush ju ka mësuar për të kërcyer? Isha në një event në universitet. Unë besoj që unë kam një skill për të mësuar gjë më shpejt. Gjërat shumë mirë më shpejt nga. Dhe unë shikova për disa herë dhe prova dhe unë mund të bëj. Për Vale Kukësit, Vale Trovojës, Vale nga Shqipëria e mesme, edhe nga Vlora. Por për mua shumë interesante është Kukësit dhe Trovoja, edhe një që unë nuk e di si quhet. Më të bukur, por unë nuk e di nga cila. Seri, si këtë. 1, 2, 3, dhe si këtë. Por unë e di si quhet, nga cili vendi. Në mos gabofsha më duket se kjo valle nuk është as valle e Rajtës, edhe kjo është Kajtushka në mos gabofsha, më duket se është vallja e Kajtushkës. Shikuesi që po na ndjekin në këto momente mundet edhe të na komentojnë, por ju Kim jeni bërë goxha viral dhe kur ju shëtisni nëpër Tiranë, ndjeni këtë influencën që keni, ndjeni këtë famë që keni që ju përshëndesin njerëzit kur ju kaloni rrugëve? Po, ka shumë. Në fakt takuam me një grupet qunave në Tirana Lek edhe në, si të tuash, traffic light në rrugë. Ti e kimi në TV, ti e kimi që këndojnë Baftjar dhe këngë tjera, edhe disa persona afër nga godina ime, nga palati ime, në mëngjesi, ka shumë njerëz tani që më përshëndet. Kudo unë shkoj. Kënga popullore shqipe që ju po e këndoni dhe është bërë goxha virale, ju ka ndryshuar jetën tuaj? Po, ishte qa është? Elbasan Maraku im? Ishte popullore apo jo? Po, popullor. Kim, ju mendoni që jetën tuaj do ta vazhdoni duke qëndruar këtu në Tiranë apo do ktheni sërish në Indonezi? Unë e kam mendim për të rritur këtu, për të qëndruar. Nëse unë mund të gjej një punë që më pëlqen si këngëtar, prezantues, si ju, prezantues ose pedagog në universitet, unë mendoj që unë do të jem, unë do të qëndroj. Në të kundër do ktheni sërish në Indonezi. Kim, ju sa motra dhe vëllezër keni? Kam 13, jemi 14 bashkë, 7, dhe jam i 8. Vetëm ju jetoni këtu në Shqipëri, motra dhe vëllezër jetojnë në Indonezi? Në Indonezi, po. Ju jeni fëmija i vogël? I 8. I 8 në renditje. Keni vizituar ndonjë vend tjetër të Shqipërisë përveç Tiranës që e dini shumë mirë? Kisha bërë udhëtim 5 ditë nga Durrësi deri Gjirokastra edhe Fier. Po. Edhe unë shkova në Vlorë, Saranda, Gjirokastra, Fier Berati, Shkodra edhe Dibra, edhe Durrës. Më të fruara janë Vlora dhe Saranda,
sepse në atë udhëtim unë shikova një gjithçka që nuk unë s'kam shikuar Deri më tani këtu në Shqipëri. Po, sepse kishte malore dhe plash bashk. It's fantastic. Nuk kishit parë ndonjëherë deri më tani. Ndonjë këngë tjetër nga këto trevat që ju keni shkuar nga Vlora, dini për shembull? Vlora, unë nuk mbaj mend tekstin, por në e dini vili melodike. Po. Por ndonjë këngë tjetër, çfarë mundet na këndoni tani për shikuesit tonë që na ndjekin në këto momente Kim? Një këngë që ty të pëlqen, që e këndon shpeshherë. Elbasan Marakuj, sepse ishte mundesh për Elbasanin tanë që ndjekin në këto momente. Sepse ishte në fakt kënga i parë që e njoh këtu në Tiranë. Që edhe kënga i parë që unë këndova në fillimisht. Po, ka qenë kënga juaj e parë që keni kënduar në Shqip, kënga për Elbasanin. Për këtë këngë sa kohë të është dashur dhe si je në kontakt me këtë këngë? E ke dëgjuar duke shpejtuar Instagramin? Po. Edhe kam një 130 views. Po. Mundet na këndoni tani këtu live këngën e Elbasanit? Reteret kalas prej guri, reteret kalas prej guri. Oh my god. O zot, kam haruar emocionus. Por Elbasan tek të kamal, sa të jeme, sa të roj, të gjithë botën të ma falën, unë me tjetër stenderoj. Elbasan tek të kamal, sa të jeme, sa të roj, të gjithë botën të ma falën, unë me tjetër stenderoj. Bravo, bravo Kim, bravo, këtë shumë bukur. Kim nga Berati dhe të ftoj që ta vizitosh Beratin dhe do shkojmë sërish një ditë së bashku në Berat, nuk e di ke shkuar në Berat apo jo, por ndonjë këngë nga Berati di? S'kam mësuar. Nuk e mësuar ndonjë këngë. Kam dëgjuar, por unë nuk mbaj mend melodin. E kuptoj. E qartë Kim mund të falenderoj që të pata ditën e sot në këtu në intervistën ditës në televizionin Dritare TV. Ishte vërtet një super kënaqësi për mua dhe unë të uroj shumë suksese në rrugën që ju keni zgjedhur, në rrugën tuaj të artit dhe shpresoj shumë që ju të bëni një këngëtar ashtu sikurse edhe ju keni ëndër një këngëtar famoz dhe pse jo mundet të keni edhe një bashkëpunim së shpejti. Keni ëndër për të pasur ndonjë bashkëpunim me ndonjë këngëtar? Me Ylli Bakën për shembull, keni ëndër për një bashkëpunim? Në fakt Ylli Baka më jep një ftesën për këtë si është për këtë sezon. Për këtë javë. Po, për këtë javë, po. Në pas endjen, Premten, në Premten, unë do të shkoja të takoj. Të takosh Ylli Bakën? Po. Kjo është një lajm shumë i bukur, Kim. Të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe unë, Kim, për audiencën time që na ndjek në këto momente në televizionin Dritare TV, në emisionin tim Intervista ditës, dua që ta mbyll ndryshe intervistën ditës sot. Nuk dua që ta mbyll unë duke ju thënë mirupafshim shikuesve të mi, por dua që ta mbyll me një këngë të kënduar prej jush. Mundet ta bësh për shikuesit e mi, ju lutem? Një këngë tjetër? Një këngë për shikuesit e mi që na ndjekin në këto momente, që kam shikues të kahershëm të studios time këtu në Dritare Televizion. Në fakt, unë nuk mbaj mend tekstin, a mund të shikoj tekstin sepse kjo patjetër. Kjo është si zog si jog shqipe. Sepse është i bukur. A mund të kërkojnë dhe unë do të shikoj. Po, patjetër. Si jog shqipe tekstin. Të cilës këngëtare është kjo, Kim? Kush është ai? Nuk mbaj mend. Po, Kim, urdhëro. Për pak minuta sapo Kimi të kërkoj tekstin e këngës që do ta mbyllim emisionin ditën e sotme ndryshe nga erët e tjera këtu në Dritare Televizion. Kimi është një djalë 25 vjeçar i cili këndon vërtet shumë bukur këngët popullore dhe ne ju urojmë shumë suksese Kimi, por gjithashtu Kimi këndon edhe një këngë të bukur të një këngëtari i cili është ndar pak muaj më herët nga jeta në moshën 40 vjeçare dhe ai është këngëtari Shpat Kasapi. Gjithashtu më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë kur Kimi këndon këngën famoze të tij, këngën Valle Kosovare, një ndër perlat që këndohet në çdo dasëm edhe në çdo event familjar të tij. Kim, jemi gati? Unë besoj që Valle Kosovare është më mirë për... Valle Kosovare? Po, mund të ta këndojmë Valle Kosovare. Kemi edhe një kujtim të bukur pasi Shpati nuk jeton
nuk është më pjesë e kësaj bote dhe e artit tonë. Unë në mendoj bashkat jeton një jetë e re plot dashuri, sot kalon kjo beqari. Ne do vallëzojmë në këtë rini dhe dolin kruq që t'i ngrejnë. Je si kur zan na kanë zili se martohemi ne të du. Hidhe valen lulja ime, hidhe valen ti, o musor kade vale shqipëtare, një beqar ke për të marë. Bini fort, ju dahire, deri natën fon, gëzimin ton, vale kosovare, të paska hije ull dashurie. Kim, të falenderoj shumë që e mbyllim shumë emisionin ditën e sotme këtu në Dritare Televizion. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të intervistës ditës dhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshi në emisionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.